Përshëndetje, falenderoj për adresimin e problemit. Faktikisht, unë jam planifikues urban dhe i trajtoj problemet në aspektin teknik avash me struktura dhe për të arritur tek në drejtimi tek e tek. Problemi kryesor në Durrës, flas shkurt qartë dhe janë dialekt shqiptar dursak në kuptimin, se ky është problemi që lidhet drejt për drejt me sasinë e ujrave. Deri në vitin 2020, qarkullimi i ujrave ose derdhja në Porto Romane kishte dy grup derdha të njëhershme. Dy grup derdhe të njëhershme që njëra ishte kanali i Kodrës, i cili blidhte ujrat e vëshimit mbi Kodër dhe shkarkonte drejtë në Porto Romane. Kanali tjetër është kanali i hidrovorit me degëzim të dedikuar dhe kanali i tretë është kanali në rrugën në Kodrën e Shënëvlashit në Vëjnas. Të tre këto kanale janë kanalet kryesore që janë adresuar që në vitin 1925 nga inxhinier Luigi për të bërë qytetin e Durrësit një ishull. Sepse qyteti i Durrësit, siç po e thonë gjithë, është një qytet nën ujë. Qyteti i Durrësit ka pasur gjithmonë limitet e veta të zhvillimit urban. Kjo është arsyeja numër 1 pse Tirana është bërë kryeqytet, sepse Durrësit nuk mund të lejojë dot zhvillime më tej të zhvillimit të gjerë. Edhe pse gjatë kohës së diktaturës nuk ndërtohej në zonën e Ishkënetës. E kishte një arsye. Diktatura ka marrë vendime drastike për qytetin e Durrësit, duke kthyer në një qytet industrial. Kjo gjë ka mbyllur gurgderdhjet, gjithmonë edhe më tepër i ka bërë ato jo në funksion të vetë bujqësisë. Diktatura dështoi, kujtojmë, sepse kishin mision që ta ktheshin tokë bujqësore, nuk kishin misione që të bëshin sistem kullimi, të hiqnin kripën. Ishte një mision më tepër kooperativist, nuk ishte misioni i qytetit. Misioni mirëfillt teknik i cili është zbatuar ka qenë nga inxhinier Luigi në vitin 1925, i cili ka hartuar kanalin e Panamas, ka hartuar portin e Kjoxhas dhe ka thënë në mënyrë që Durrësit mos mbledhi ujë, rrjedhja e ujit duhet të jetë gjithmonë e vazhdueshme dhe të mos flejë. Në këtë lloj mënyre kemi tre kanale kryesore dhe të treja luajnë funksionin e tampon. Pra mbledhin ujërat dhe të tre shkarkojnë. Njëri shkarkon deri në 10, 15, 20 metër kub për sekond, tjetri shkarkon 20 deri në 50 hidrovori kryesor dhe ai Shënëvlashi deri 20 maksimumi. Nëse ne këto dy rrjedha kryesore i bashkojmë tek hidrovori kryesor dhe mbi të gjitha i quajmë hidrovor të dytë, atë degëzimin, kemi mbingopur hidrovorin kryesor, e kemi quajtur mbi nivelin e tokës, mbi nivelin e detit dhe mbi të gjitha kemi shkatruar ekosistemet. Kjo gjë ka ndodhur nga viti 2020, ka ndodhur nga Bashkia e Durrës, e cila ka mbyllur definitivisht kanalin me ndërtimin e portit të ndërtimit kastratit dhe shumë kompanive tjera. Aty duhet ishte një kanal i dedikuar, siç e shohni edhe nga hartat. Ai kanal i dedikuar duhet të dirte në mënyrë të dedikuar të shkëputur nga hidrovori, jo në të njëjtën degëzim. Ajo çfarë ka bërë me 20 milionë euro kohë të fundit Bashkia e Durrës ka marrë degëzimin e Kodrës dhe ka shuar tek hidrovori, duke e mbi ngarkuar. Sikur kjo mos mjaftonte, mbi të gjitha, plani i ndërtimit ka parashikuar ndërtimin e banesave të reja për banorët që kanë humbur banesat tek depurifikatori i ujrave të zeza, ashtu si shohim edhe nga hartat. Bashkia e Durrës jo vetëm që ka mbyllur syt nga sistemet e planifikimit urban, por mbi të gjitha ka mbyllur syt edhe nga çfarëdo lloji interesi oligarkisë. Interesi mbi të gjitha të legjitimojë një fuqi kaq të madhe ekonomike mbi qytet, të zhduki komplet portin e vjetër dhe të zhduki kanalet kulluese. Kanalet kulluese janë pjesë e sistemit planifikimit urban dhe menaxhohen nga bordet e kullimit, jo nga emergjencat, shtabet e emergjencave mjedisore. Duhet menaxhohen me studime apostafat. Bordet e kullimit kanë përgjegjësi qoftë nga prefektura, qoftë nga qarku për llogaritjen e metrave kub për sekond, për sipërfaqen e cila kalon nëpërmjet këtyre drenazhimeve dhe rrjedhës natyrore. Ju falenderoj shumë për sqarimin, vërtet shumë interesant, po dua të di, zoti Kacani, si mund të shpëtohet Durrësi nga përmbytjet nesër pas nesër kur të bjerë e njëjta sasi uji? Apo do të shohim këto pamje që kemi 24 orë që i shohim të ripërsëriten deri në sfilitje për banorët? Atëherë, duhet fillojmë me hapur kanalin, që fillon teorikisht diku që në vitet 90 unë e mbaj mend fillonte që nga dëshmorët Mauzoleumi,
Pallati i Madh i Komunisë që është ndërtuar sot e ka mbyllur gjithë kanalin, duhet filloj teorikisht gjithë kanalit hapet aty. Përmbytja rrugës nga shkolla Hajdar Dushi që rrjedhi gjitha poshtë, shkollës Eftali Koçi, e Çesmës Ferrës, e policisë. Tani këta që drejtojnë Durrësin e din që duhet ta hapin këtë kanalin, a do të shkojë t'ia thot dikush? Se aq të paaftësa janë, do duhet t'ia thot dikush përderisa e kanë mbyllur. Këtë kanal që flet Andi ka mbyll kryetari i bashkisë. Po, tani se ajo është arkitekte edhe zonja dhe nuk duhet i kishte bërë këto gafa. Ka dikush që mund t'ja thotë se si hapen prapa ato kanalet dhe ku duhen hapur? Po, kush fajësia jo më e madhe? Fajësia jo më e madhe është që ne kemi degeneruar sistemin e planifikimit të urban. Ne as rrugët nuk i emërtojmë më rrugë parësore, rrugë dytësore apo rrugë interurbane. Edhe kanalet e rrjedhave të ujit janë shtukur nga hartat, janë shtukur nga emërtimet, janë shtukur nga përgjegjësimeria penale, administrative dhe ligjë zbatuese planifikimit urban. Dhe janë kthyer vetëm thjesht në rrjedha ujore. Janë zhdukur studimet dhe emërtimet e tyre historike që kanë pasur që nga antikiteti deri në ditët e sotshme. Këto lloj rrjedhash janë rrjedha të instrumentit planifikimit, nuk duhet zhduken. Nëse bashkia zhduk hartat e nën tokës, zhduk hartat e kanaleve dhe jep leje ndërtimore pa nën tokën, atë kemi dështuar të gjithë. Një që kemi çatit mbi kokë, sepse edhe ato janë dukur gruposur dhe çatit nga shkarkimet e depozitave. Kjo është një situatë flagrante. Banorët sot heshtin sepse bashkia i ka veshur me tap, i ka veshur sa muhe, po ndërkohë themelet e shtëpiave tyre dhe terracat mbajnë ujë. Shumë shpejt në gjirin e 5 viteve banorët do të ngjilen edhe pa shtëpia. Dhe ky është një realitet që duhet m'ia thonë sy qytetarëve, politik dhe përgjegjësimë politike të gjithë atyre që kanë mbajtur dhe kanë shkatruar sistemin e planifikimit, hartat nën tokën edhe lejet të cilat kanë qenë sungume. Ata qytetarët ti jesh i sigurt nuk e mësojnë dot, ata e mësuan vetëm se çfarë kishin bërë me ndërtimet kur ra tërmetit dhe se çfarë kanë bërë me shkatrimet edhe me ndërtimet pa kritere, vend e pa vend, tani që u përmbytën, por veçanërisht edhe se kujt ja kanë dhënë votën, cilëve njerëzve të kaq të papërgjegjshëm dhe kaq banal në vendimet që kanë marrë. Ju falenderoj shumë që ishit në lidhje të drejtë për drejtë. Besoj që do të lidhemi në ditët në vazhdim së bashku, sërish sepse më intereson shumë ekspertiza juaj për atë që ka ndodhur në Durrës. Ju falenderit.